Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar te shëndeti, dashuria, financat, bollëku. Dhe kemi. Çfarë thot energjia e tarotëve për ditën e sotme? Jeni pak i menduar tek pjesa e bollëkut, sepse këto financa që ju merrni, këtë bollok që ju merrni, nuk ju plotson ato ëndra që ju keni për të realizuar në jetë. Ylli polar tregon që ky yll, bashkë me yjet libës në univers, ju ndriçojnë rrugën e perspektivës tuaj në të ardhmen, që është e shkëlqyer, plot bollëk dhe plot sukses. Meditoni për të marrë përgjigjen e duhur atë që ju prisni në jetën tuaj. Doni të jeni larg njerëzve dhe të merrni përgjigjen e fëmijës tuaj të brendshëm, e botës tuaj të brendshme. Letra e diellit tregon që ky diell me rrezet e tij të arta do t'ju shkëlqejë, do t'ju ndriçojë rrugën drejt suksesit, drejt perspektivave të mëdha në jetën tuaj, drejt sukseseve dhe drejt bollokut. Jeni të menduar pak për realizimin e ëndrave tuaja, por do t'ju ndodhë një e papritur, sepse bota ku ju jeni të rrethuar, keni rreth vetes tuaj njerëz me energji pozitive dhe njerëz me energji negative, njerëz të sinqertë dhe njerëz me maska. Por kjo botë ju bën më të fortë, sepse ju jeni një sultanesh, një person që mbartni shumë mistere të jetës tuaj, shumë sekrete në jetën tuaj, dhe pranë keni një person që është i mbret i betës tia, është një mbret i botës ti, thot, dhe ka fuqinë për të realizuar gjithë qëllimet e tij në jetë. Pranë kësaj sultaneshe. Jeni një person, thot, egoist, që ëndrat tuaja doni t'i bëni realitet. Keni një ego brenda vetes tuaj. Jeni një person që keni dritën e universit në çakrën e kokës dhe kjo ju ndriçon rrugën drejt bollokut. Një lajm shumë i mrekullueshëm vjen në jetën tuaj. Ju hapet një dritare dhe ju vjen në dorë një lajm i mirë për biznes, për sukses në financa, një lajm i mirë bolloku. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtë e mi.